sot para se të nisem në Kumanov për të shprehur ngushëllime familjes Ademi, më thënë për ngjarjen që ka ndodhur në Kumanov parë, e lexova raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan dhe mbasi e lexova raportin që mu dorëzua në Ministrinë e Shëndetësisë, me njerë e shkarkova drejtorin e Spitalit të Kumanovës dhe prej sot drejtori Spitalit të Përditshëm të Kumanovës është i shkarkuar. Nesër, mbas disa konsultimeve që do ta bëj me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të Spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, e 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësim profesionale të mjekëve, e kam për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Besoj se çdo person që do të bëjë gabime, edhe në organizimin e spitalit, po edhe në trajtimin e pacientëve, do të jep përgjegjësi para organeve të drejtësisë.